Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni. Ju përshëndes sot nga Amerika. Shqiptarët e mi jam larguar pothuaj ka 3 ditë. Ishe në Evropë me mision për çështjen e Shqipërisë. Dhe sot unë ndodhem në Amerikë, kam që dije. Të dashur shqiptar, ditët që prisnit për të shpëtuar nga zgjedha e 36 viteve me Sali Berishën, me Edi Ramën, me Nanon, me Ilir Metën, erdhi dita e juaj e çlirimit, të dashur shqiptar. Erdhi kjo ditë që mezi e prisnit. Unë u kam thënë dhe më para. U kam thënë, të dashur shqiptar, që çdo gjë do vi atë që duan shqiptarët. Për arsye 35 vjetë, shqiptarët janë sklavëruar nga shqipforcit, nga anti-shqiptarët, nga mizat e kalit, e kanë vjedhur Shqipërinë për 35 vjetë. I dëbuan në mënyrë të ndryshme, përveç 90-s, të dashur shqiptar, që u larguan shqiptarët kur hap në ambasadat. Por dhe vitet e fundit, në mënyra të ndryshme i kanë përzënë shqiptarët, i kanë larguar nga toka e Shqipërisë. Për arsye që të mbajnë vetëm llumin e llumit që ka patur toka e historisë. Njerëzit të pabes, njerëzit anti-shqiptar, njerëzit që bashkëpunojnë me serbët dhe me grekët. Shqiptarët e mi, doli përsëri Edi Rama, si del gjithmonë, se parat nuk i kanë munguar, nga të vjedhur jo miliona dollar, por biliona dollar, të dashur shqiptar. Doli dhe mashtrovi dhe tha që vajta e në Greqi, Edi, ti nuk të regove se qa bërë, kurse ne edim or Edi. Ne dëgjojmë edhe gjën më të vogël. Unë kam thënë gjithmonë që ne edhe një gjirper të hedhësh në majtë dajtit e në përkodrat e Greqis të atyre që shqyen shqiptarët tonë të qamëris. Ti bizdove me atë dhe i thua shqiptarëve sa para ke dhenë. Në bisedën që pate me kryeministrin dhe me 2-3 persona të tjerë, edhe së bashku me ambasadoren e Amerikës që është emëruar në Greqi, vizituat bisedën dhe thatë kur të kthesh në Tiranë, të vini të mini përsëri para. Shqiptar, unë kam thënë jam me mision serios. Jo sot, po unë kam dekada. Shqiptarët e mi nuk dua ta përsërit 1000 herë, unë jam në vendin e dur. Në vend që unë nuk marr urdhër, po unë jap urdhër. Mua nuk më intereson se kush vjen nga Amerika për biznis, si qerdhi Aiziu nga New Yorku dhe Edi Rama brenda 10 minute i dha pasaportën shqiptare, që s'ka bërë vaki. Kurse shqiptarët që janë në Kosovë, patriotët, që ka luftuar me shekull me serbët, në Maqedoni e Aleksandri shqiptarët, në Malzi, duhet të paguanin $5.000 edhe përfundimisht Itallin, nuk a ipnin. Do me thënë, e firmosur gjoja nga presidenti, si Ilir Meta, e të gjithë kanë bërë para me shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë e të Malizzi. Kurse Edi Rama për 5 minuta i dha pasaportën një të ziu. Nuk është ofendim kur them një të ziu, se në Amerikë, po t'i thuash i zi, a i shkrenar. Po t'i thuash një fjalë tjetër që quhet negër, me atë vritesh, sepse a i nuk është negër, po ka ngjyrën e zi dhe është krenar për ngjyrën e tij që ka.
po që të vi ish kryetari bashkisë të New York dhe të bëhet në shtetës dhe të vjedhi paratë e shqiptarëve, kjo do kthehet përsëri. Shqiptarët e mi, Edi Rama mashtrovi sot, si që ka zakon, a ishtë një psikopat, a ishtë një rrugaç që ka jetuar në për urat e Francës, i palar, tek soli si shta nanua, me thonjë të paprer, e me këpuc të grisura. Vodhi kur ishte kryetari bashkisë, së bashku gjoja kishte një këshilltar të Izraelit që ndodhej në Kaliforni dhe ne i themi qifut. Edi, ti vajte në Izrael e bere djalin qifut. Vajte në Greqi edhe bën dallavere. Basi ike nga Greqia, erdhi e emëruara nga Amerika, ambasadore në Greqi, erdhi përsëri, jo si që erdhi radhën e parë në orë 11:30 të natës, por që erdhi me minifund, por erdhi me kostum, me këpuc me taka, po kur doli nga dera e ktheu kokën përsëri brenda, kush ishte atje brenda? Unë këtë përgjigje e dua nga kryeministri grek. A mos ishe ti brenda që të mos dukshe? Dhe prisje thesët me para për të mbushur makinat? Dhe Edi Rama priste në dera? Dhe sekretare e ti? Dhe u përqafuan që nuk lejohet zyrtarisht që një ambasador o ambasadore të përqafohet me një kryeministër në Evropë o kudo qoftë. Ka një rregull, ka disiplinë. Kur vjen ambasada, të dashur shqiptar, është i shoqëruar me 3-4 veta në bisedën që do bëj. Është rregulli i Amerikës. Ajo erdhi përsëri për të vjedhur. Ajo nuk ishte zyrtare, po ishte vetëm për korrupsion, sepse Edi Rama ka biliona dollar në shtëpinë e tij dhe të shpërndar e në New York e në Amerikë. Që kanë njerëzit hotela, kanë erdhur, disa kanë erdhur në 91-shin dhe sot kanë hotele me 20-30 kate. Pra këto janë të Edi Ramës, e të Sali Berishës, e të Ilir Metës. Pra shqiptar, unë e di që ju nuk po e duroni dot Edi Rama, por po e them hapur, Byroja Kombëtare, që ne do të quajmë FBI-a, më vonë, Byroja Kombëtare sot ka qenë më shumë vende, sidomos me njerëzit më të afër të familjes Balluku. Po ashtu e në vendet të tjera të Ilir Metës. Po ashtu e në disa të tjerë që nuk thuhet të Edi Ramës, të Sali Berishit dhe djalit Berishës. Të dashur shqiptar, erdhi koha juaj. Unë nuk kam thënë që unë krijova qeverinë teknike. E krijova qeverinë teknike me 13 ministra. Për arsye qeveria teknike do të jetë për 3 muaj, për të zgjedhur 80 deputet, 41 senator, për të zgjedhur direkt nga shqiptarët, për të zgjedhur kryetarët e bashkive të gjithë Shqipërisë, kryetarët e komuneve, s'ka nevojë të jenë me parti, për të bërë për 3 muaj kushtetutën amerikane dhe kushtetutën e Sali Berishës, të Nanos, të Gjinushit, të Cekës, të Sabrigotos, të hidhe të Koshte Plerit. Për arsye se ajo është bërë në Serbi. U bë dhe plus 7501, që unë kam qenë vetë prezent në Tiranë, me nëntor të 90-s. Pra, të dashur shqiptar, ajo kushtetut është kushtetut për të vjedhur. Dikush mund të thotë si ka mundësi, po ju e shihni vetë, dashur shqiptar. A doli Ilir Meta në gjyq, mizat e kalit, spionët, agentët, që janë 83 veta të quajtur analistë e gazetarë, të emëruar, të quajtur jurist, avokat,
të quajtur të midjes, të quajtur të rinj. Ata janë anti-shqiptarët. Ata po bëjnë propagandë. Pse Ilir Meta ishte i verdhë, të dashur shqiptar. Këta tjerët do kenë fat të arrestojnë këto ditë, se kur të vim ne shumë shpejt për të ndihmuar shqiptarët për ta kthyer Shqipërinë në Shqipërinë me kufi natyror. Ilir Meta, dashur shqiptar, është në burg. Unë nuk kam thënë më përpara. Ilir Meta është në burg sepse ka vjedhur. Ilir Meta unë kam lajmëruar më përpara, si për Edi Ramën, si për Berishën, si për Ilir Metën, para se të hyte, ti dorzonin se dishe se që kanë vjedhur. Të vinin përsëri, për shembull Ilir Meta, kur është bërë kryeministër, ka qenë me sandale kineze, me impal pantallona doku, dhe ka miliona e miliona dollar dhe euro, vila dhe hotele në Bregdet, gjoja me emër të ndryshëm që ne i dim. Pra, të dashur shqiptar, unë po e përfundoj me çështjen e Metës. Do shikoni, të dashur shqiptar, Sali Berishën. Sali Berisha, Ilir Meta ka gati 8 me 19 muaj. Sali Berisha për 2 muaj do të ndryshoj fytyrën komplet. Atë që i ka bërë popullit shqiptar. Atë që i ka coptuar PD-n. Atë që i largovi një pronarët e realitet dhe i quajti pronar, ish pronar. U mori pronat dhe i shiti më të 4 anë, dashur shqiptar. Pra, do habiteni kur të fillojnë arrestimet Edi Rama, familje, grua e tij, që ka pasuri në New York, ne i dim. I dim hotelet, i dim në Manhattan, i dim New York. Sidomos një fevziu, një anti-shqiptar, një agent, një spion, palo spion, që në kohën e Enver Hoxhës ka qenë me gradë Toger në universitet. Ai është në New York për një periudhë, po vete më shumë hotele, që hotelet nuk janë të atyre personave. Sepse në Amerikë të punosh, nuk mund të bësh një hotel në Manhattan me 30 kate. Pra, ka erdhur sepse ai ishte një spion, po unë i paralajmëroj njerëzit në Manhattan e New York, mos u merrni me Fevziun. Fevziu ka ardhur qëllimisht që ju të nxjerrë në skenë, që ju keni qenë në përgjyqjet, keni qenë bankruptcy, keni qenë të arrestuar, dhe Fevziu u nxjerr përsëri në skenë që të shëgojnë përsëri organet kompetence të Amerikës. Të dashur shqiptar, unë ju kam thënë Kosovës. Kosova ka 2 vjet. Zgjidhu, largohu, mblidhu, shërë, janë të dashur bashkëdhetar, kryeministri Kurti. I kam thënë me kohë, kur ai nuk do flamurin e Shqipërisë, me shqipojnë krenare, për arsye se kur është kryeministër ka të drejtë të veri flamur e tij, po ai nuk e do. Ai se ka deshur. Ai nuk e ka deshur, po kosovarët duhet t'i thonë, vilat që ka në Evropë, 2 vila, që kushtojnë të paktën një vilë, 5-6 milion dollar. Po unë i thash Ramushit, Ramush, merë flamur, bram duhet të kështë marë flamur, Ramush, duhet të kështë marë flamur, sepse ti e nga një familje patrioti, pa marësi se të është pahapur që ke vjedhur, ajo zgjidhet shumë kollaj. Po Ramush Haradine, duhet të kështë marë flamurin dhe të vendosje mbrëm para
Kurtit, para atyre që se duan flamur e Shqipërisë, ta vendosje me shtiz e të thoshe ky është flamuri ton. Të paralajmërova. E kam paralajmëruar gjithë Shqipërinë që Kosova nuk zgjidhet po mos vuri flamur ku qezi, flamur me shqiponjën krenare. Shqiptarët e mi. Demonstrata fillovi nga patriotët e Shkupit, të Totovës, të Strugës. Si që thash, para se të nishe nga Tirana, ne jemi kontakt me student, me profesor që e duan kombin e Shqipërisë më shumë se Maraushgat edhe Shqip Forcit të Tiranisë. Ata po organizojnë të gjithë. Unë jam takuar me shumë profesor, me shumë student, excellent, me student që shpresa e kombit. Ata të dashur shqiptar, janë gati dhe më ka lajmëruar, janë gati që të vinë në Tiranë, Universiteti i Shkupit, i Tetovës, i Strugës, 7 universitetet e Kosovës, Universiteti i Malit Zi, i Podgoricës, shqiptar, duan të vinë në Tiranë dhe më shkruajnë sa më parë shqiptarët që janë jashtë dheut në Evropë. Sidomos shqiptarët e minj që janë në Amerikë, që i njohë. Pavarësisht se 99% të shqiptarëve nuk më këshin parë si fytyrë, por me qenë se unë kam kohë që dalë para publiku shqiptar, po më njohë si fytyrë. Shqiptarët kërkojnë që të vinë urgjent, sa më parë, në mënyrë paqësore, të mbushet ajo Tirana e Tiranisë, ajo Tirana që ka coptuar Kosovën, Maqedoninë e Malezi. Aty janë bërë poshtërsit nga Edi Rama, nga Nanu, nga Sali Berisha. Ata janë shkaktarë që se kanë ndeshur Shqipërinë me kufi natyror. E në kohën e regjimit komunist të Enverit, apo të Rami Salis, ishin shkaktarë që e coptuan Kosovën. Por Amerika, ushtria speciale e Amerikës, që unë ishe në djeni, dhe jam në djeni të zhogje, hyri urgjent, Clintoni ishte president. Clintoni, kure e lexonte para publikut Amerikan, se janë në luftë me Sërbin, ata kishën 5-6 orë që bombardoni. Pra shqiptar, umbri u rrethua dhe Thaçi. Nuk ka qenë në ushtri, po Thaçi ishte kryesori i organizimit për UÇK. Amerika ata e kishte. Sekretari e shtetit Albright vizitonte tamam si me fëmijën e saj, me Thaçin. Pra UÇK-ja e luftovi për të mbrojtur veten, familjen, fëmijët e tyre, niprat dhe strënipat, nga sërbët. I ngjavi Kosovës më 99, fillovi 89 edhe më 99, të dashur shqiptar nga Prishtina deri në Tropoj, nga Tropoja në Dibër, nga Dibra në Malsi, nga Malsi e Madhe, të dashur shqiptar në Kuks, në Mirdit, në Shkodër, në Tiranë, në Vlorë, Korçë, Elbasan, kudo kosovarët arritën. Por serbit, duke larguar Karvani, e njëjta si me Çamërin, më 44, që nga Çamëria deri në Ulliqtet e Vlorës, duke vrarë grekët e duke qarë stomakun e nënave shqiptare. Të njëjtë ndodhi e në Kosovë. Edhe sot në Kosovë, familjet patriote që luftuar me UÇK-n, akoma janë pallatet, shtëpitë e tyre me plumbat e tyre.
dhe se kanë ndihmuar fare të hipin pension modern, të ndihmonin familjet që kanë dëshmor, sidomos Ramushi Kavlan. Ramush, përsëri, po ta përsërit. Ka bistuar me ty në telefon. Urgent, ngrije flamur, erdhi koha. Erdhi koha për të bërë qeveri teknike dhe në Kosovë. Erdhi koha për të bërë qeveri teknike në Malzi, në Maqedoni, në Shqipërinë e kemi krijuar me njëherë, mbas qeverisë teknike, me kushtetutën amerikane që është bërë në print, do të tregohet në Shqipëri. Shqiptarët më kanë thënë dhe më shkruajnë gjithmonë se duam kushtetutën amerikane. Të dashur shqiptar, kushtetuta amerikane është si dikur në Mirdit që ishte ligji një për të gjithë. Pra, shqiptarët e mi, erdhi koha, ngrihuni pra, jo për revoltë si shtoshte e Saliu, po ngrihuni me flamur, më të majt e më të djathtë të dy flamurët, flamuri shqiptar dhe flamuri amerikan. Ashtu si në Shkup, që ishin me mira e me mira flamur shqiptar e flamur amerikan. Ashtu si në Tetov, ashtu si në Struk, ashtu si e në Hor që u bë ngrit të Hori. Ata janë shqiptar. Ne jemi shqiptar, dashur shqiptar. Erdhi kohë, a e dëgjuat edhe nga Greqia, një filozof që tha, erdhi koha e Shqipërisë të madhe. Kurse unë them e Shqipërisë me kufi natyrore që na e ka krijuar Zoti. Erdhi koha e realitetit. Lufta e tretë që ka filluar, edhe do të coptohet Evropa. Miqtë të tanë janë dy, të dashur shqiptar. Gjermania është gjaku jon. Austria është gjaku jon. Ata i kemi miqë. Ata na kanë mbrojtur princ Viti, pavarësisht se disa sharlatan në Tiranë të quajtur historian, që e thonë për së prapti, arritën si një Pascal Milo, arriti edhe për Skënderben që e ka bërë sërt. Na del në televizor, Pascal Milo me një shall në qaf, quhet poet, historian, shkrimtar, të gjitha i ka me vete. Të dashur shqiptar, po të pyetsh nga këta mizat e kalit, shqipforcit, anti-shqiptar, po të pyetsh, janë me pozit, shkrimtar, letrar, janë bërë vetë. Ven një shall me qaf dhe behen. Këta janë anti-shqiptar. Pascal Milua duhet ta di fare mirë, kur ishte ministri jashtë. Çfarë bëri në Romë? Ne i kemi të gjitha te prekortë. Po na del në për televizore dhe bëhet si shkrimtar. Edhe na thet edhe për Skënderben është sërp. E për të tjerë, e për të tjerë. Miro, shëgoj e lirë metën. Më kej se e liri do bësh. Jo ti, po të gjitha ta. Është edhe një Kastravec, që është larguar nga Shqipëria, si historian, si shkrimtar, e thot Kosovari nuk është shqiptar. E pra, ajo Tiran i ka captuar. Të dashur shqiptar, unë ju uroj nga zemra, sa më shpejt unë do kthehem nga Amerika, si që thash jam me mision, si që ka thënë, ambasada e kemi në Tiranë, në rrugën Elbasanit. Ajo është ambasada amerikane, të dashur shqiptar, në atë tokë ku është ambasada amerikane, me 1922 ka ardhur ambasadori i parë. Edhe aty është ambasada ka 35-6 vjet. Që ambasadori i parë që erdhi nga Serbia, ambasadori amerikan, që i rrinte mbrapa Berishës me qëllim që të bëshe demokraci reale. Ajo ambasad është në fuqi, ambasadorja është aty, Nenci, mos mendoni dashur shqiptar, që erdhi një mashtruse për të marrë para dhe Edi Rama,
ajo e quajtur ambasadë në Greqi, ajo do mbaj përgjegjësi penale, personale, ajo është një persone e martuar shumë herë në Kaliforni, e kudo, një mashtruese që parat financimet e Washingtonit i ka përdorur për çështje personale. Ajo është në verifikim. Plus është në verifikim që atë ditë që vajti, që u përqafua, sikur do dashuronte e martes me mini fund, përsëri erdhi, e u përqafua me Edi Ramën, Edi Rama zbarte dhembet. O Edi Rama, Amerika s'është me ty. As sot, as dje, as dekada më parë. Amerika është me 97% të shqiptarëve. Amerika është e do Shqipërinë. E do Shqipërinë të bashkuar me kufi natyror. Jemi gjallë. E do me kushtetut, si që themun, me kushtetut amerikane. Një ligj, një përgjith. Unë e kam thënë shqiptar. E përsëri e them. Nuk keni parë gjë. Këto ditë do arrestohen. Jo në kafas, po do t'jenë të lidhur edhe me këmbë dhe me dorë. Që kanë bërë shqiptarve që kanë rjepur rrugaqëria. Po s'janë vetëm këta, janë, si që thash, 80 e ca veta, që kanë qenë që në kohën e Ramizit në Universitetin e Tiranës për letërsi. Si Ylli Rakipi që ka qenë në Elbasan me nota 4. Të gjithë, si Fevziu, të gjithë këta të quajtur gazetar, ku kam thënë edhe me emër, të gjitha do t'i njajnë më keq se Ilir Metës. Është me orë e me ditë për të arrestuar. Të shumtit që quajnë avokat, do t'gjenë më keq se Ilir Meta. Të shumtit prokurore, gjyqtar, më keq se Ilir Meta. Të shumtit që janë gjithmonë, kanë qenë ministra, zvendës ministra. Do përfundoj. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar që të dy partit ne i coptuam. I larguam. Ja pra Spiro Pali. Spiro Pali Elisa. Po të quaj Elisa që më ke erdhur më 2000 në vitin 1900, më 2000 në hotel Rogën. Së bashku me kryetar që ishte kryetari bashkisë Erion Verin. Edhe ajo që ishte ministre e jashtme, Kaçurela Flok Zeza, ja harrova emrin, që është e vërtet, që ishte ministre e jashtme, më keni ardhur kur ishe me mision. Dhe u thash, hyni në politik, sepse unë shpresat i kam patur në të rinë. Nuk kam bërë dallim, po donje që thishën të rinë në kombin e Shqipërisë. Elisa, dil, si shdole sot, që shkrojte, dil dhe thuaj realitetin, çfarë të gjau në kryeministri me Edi Rama. Që i ke urgjent në spital. Trego realitetin, i ere. Dhe që ke vjedhur, kur ishe në për kufint, ministre, që ke marë, dorëzoj, se jenë në moshë e re. Ne i dim që ke marë. Thuaj publikut, dil në skenë, se ke moshë të re. I thuaj ku i ke gjera, ku ti ke dhenë, si ke vjedhur, ku ke qenë në post drejtore e përgjithshme të Shqipërisë. Ministre e kuvendit, kryetare e kuvendit, ministre e jashtme. Thuaj Edi Ramës, ne partinë e Edi Ramës e kemi leminuar. Partinë e Sali Berishit është e leminuar. Nuk do pranohen me në kushtetut parti bolshevike komuniste, por do pranohen antar, do pranohen intelektualet, të rinjt e të rejat që janë jashtë adheu, që din nga 4-5 gjuhë, të rinjt që ndodhen në Shqipëri, të universitetit që kanë baruar e s'kan ku punojnë, por kanë hyrë në përpunë, call centri, shqiptar, më dëgjoni me kujdes, të gjithë call centrit e Shqipërisë,
i kanë këta që kanë satelit të tyre. Edhe një shehu që ka bërë një parti, pavarësisht se nga gjyshi është familje patrioti. Edhe ai call center. Të gjitha call centrit, drejtori i policisë është në dieni. Të gjithë do bllokohen. Sepse në emër të shqiponjave, e kam fjalës të tokës të Shqipërisë, kanë vjedhur, ka bërë korrupsion, kanë vjedhur Evropën, kanë vjedhur miliona e miliona dollar. Drejtoresha e call centrit, edhe e internetit uno. Internetit është gruaja e atij të librazhit. E them të librazhit të Ballës, e kam fjalën, po e them të librazhit sepse kur erdhi Balla në Tiranë që u zgjodh deputet në Librazh, kur ishte nanua, ai erdhi me këpuc, me opinga pe Librazhi, me dhe të kuq. Ai ka miliona e miliona dollar. Dhe gruaja e tij është drejtoresha e përgjithshme e call centrit. Pra, të dashur shqiptar, si ai jo të rri i veshur, më mirë të rri i zhveshur, sepse do ketë një palë kominoshe dhe një biruc as drit, as gjë. Pra, Peleshi të bëhet gati kryetari i parlamentit, që ka vjedhur Tiranën, a më falni, po e Tiranën ka qenë ministri i mbrojtjes, pa qenë një ditë ushtar. Ministri bujqësisë, pa ditur çdo të thotë bujqësia. Ka qenë kryetari i bashkisë të Korçës, ka vjedhur Dëvollin, Bozhigrati, ka vjedhur Kolonjin, ka vjedhur patriotët e Shqipërisë. Ai do mbaj përgjegjësi shumë të madhe. Po nuk jash vetëm ai, dashur shqiptar, ti themi me emër. Janë 1420 deputet që kanë qenë për 35 vjet. Pavarësisht se do ketë dek do një, konfiskohet dhe arestohen ata që kanë vjedhur. Që më në 10, kryeministrat që kanë qenë do arestohen. Presidentat që kanë qenë do arestohen dhe do konfiskohen. Sepse kanë vjedhur Shqipërinë. I kanë vjedhur tokat e patriotëve, tokat e pronarëve të ligjshëm. Nuk kanë lëngje pa vjedhur, të dashur shqiptar. Pra erdhi koha ashtu siç u kam thënë. U kam thënë, po e përsërit e një herë, që ne e bëm qeverinë teknike. Pavarësisht se një agron llaka, llamatet dhe një parazit, që kur është lindur dhe deri më sot, parazit, del, mua vjen shumë keq për dy vëllezërit. Për dy vëllezërit, që janë, që kanë televizorin, Vision Plus. Elena Koma, një sharlatan, që tallë njerëzit. Nuk e vjen mirë për bashkimin e Shqipërisë me kufi natyror. E tregon si kur ai di gjuhë e letrare. Ai është një person, një alfabet. Po duke zgërdhitur, është në televizor, së bashku me një djalë të ri. Mua më vjen keq për atë djalë në ri, sepse Shqipëria ka nevojë për atë. Mos merr rrugën, je djalë i ri. Komi ka nevojë për ju, po jo për agronët me shok. Për ata që bëjnë gallat dhe nuk e duan Shqipërinë me kufin natyror. Po janë shumë si agroni, kudo, me çdo televizor. A i shini të dashur shqiptar, sonte në Tiranë, ne e dim çdo gjë. Ne i kemi gjithë televizorit që i shëgojnë. Komplet, Top Channel, Klani, News 24, A2, në TV, televizion, që 24 orë nuk pushon ky televizor. Në TV, televizion. Thret Gjoja jurist, një Karanxhas, e tjerë me radhë, kundra Amerikës. Të dashur shqiptar, që kini hequr pellumit të familjeve, po erdhi koha e juaj. Unë përsëri, të dashur shqiptar, i them
me dorë në zemër, Vjosa Osmani, ish presidentja e Kosovës. Ti e re, Shqipëria ka nevojë për ju. Vetëm mos u de nga suksesi që të tha presidenti i Amerikës që të dërgoj letër. Ti je patriote, vazhdo. Vazhdo, Shqipëria ka nevojë për ju. Po mos kujto se të ndihmon njeri në Amerikë. Jo, jemi ne. Jemi ne që do të bëjmë Shqipërinë. Jemi ne që dim se qa bëjmë. Pra shqiptarët e mi, Amerika është me ju. Ushtria speciale është në Shqipëri. Është në Shqipëri më çdo cep, në vendet më strategjike. Është në Malzi, kudo. Është në Kosovë në gjithë kufinë. Është në Maqedoni kudo. Është për të bërë Shqipërinë me kufinë e tërë, e ka marrë fund, të prerë. Dash i vi mirë njëri, dash mos i vi. Ne e bëm qeverinë teknike për 3 muaj. Ato për 3 muaj do bet me president, jo me kryeministër, me 13 ministra. Do zgjidhen për herë të parë në historinë e tokës të shqiponjave, do dalën të lirë të votojnë atë që duan. Do dalën ata që janë pe ati fshati, pe ati qyteti, pe asaj lagje, pe ati vendi. Jo si në kohën e bolshevikëve dhe në kohën e mizave të kalit, e shqipfolse. Pra shqiptar, erdhi koha e realitetit. Erdhi koha e shqiptarëve. Si që më keni thënë, e si që po shkruani të dashur shqiptar, nuk kam kohë t'i lexoj, shkruani çfarë të keni dëshirë. Si t'u shkruaj pena, shkruani. Por aman, ka ardhur koha e intelektualëve. Ka ardhur koha e të rinjve dhe të reja. Ka ardhur koha e bashkimit të Shqipërisë me kufi natyror, që së gjyshët tanë, baballarët tanë, kanë luftuar edhe eshtrat e tyre nuk gjenë rahat. E donin Shqipërinë të lirë, me kufin natyror, sepse ne shqiptarët jemi një racë, një komb, një fe. Feja jonë është Shqiponja krenare, apo jo më kurti. Ajo është feja jonë, pamarësisht se janë 3 fe, katolike, muslimane, krishtere, ortodokse është e njëjtë. Por aman, po them para jush, të 3 fet që janë, të flasën në gjuhë shqipe. Ne nuk kemi arab të flasëm në gjuhë arabike. Ne duam të dëgjojmë myftin o hoxhën në gjuhën shqipe, çfarë ka thënë Zoti e Kitapi. Ne nuk e duam priftin katolik të më flasin në gjuhën italisht. Shqiptarët din, po të më flasin në gjuhën shqip. Ne nuk i duam krishterët e ortodokës të më flasin serbisht dhe greqisht. Ne jemi shqiptarë. Ne kemi krijuar Athinën, Greqinë, të parët tanë në parlament ishën 100% shqiptarë. Pra shqiptarët kanë krijuar botën. Ku ta filloj e ku ta le? Që në Egypt, mbreti Farok, në Iran, në Irak, në Siri, në Indi, në Pakistan, në Afganistan, në Turqi, kudo kanë qenë kryeministër e mbretër shqiptarët. E në Amerikë, që u hap Amerika, vendi bekuar, generali i parë me nënë shqiptare, George Washington, president, ka lënë amanet, ua kam nxjerrë dhe me dokument. Bushi, shqiptar, Lincoln, me gjak shqiptar. Ne jemi shqiptar, ne jemi në Amerikë, ne jemi në Evropë, ne jemi në Shqipëri. Rroft Shqipëria ime, me kufin natyror. Shumë shpejt shqiptarët e mi, do të grumbullojmë, ta festojmë në mënyrë paqësore, ashtu si doni ju që më keni shkruar.
të mbushet ajo Tirana e tiranisë. Ajo Tirana që ka vrarë patriotët, mirëditorët, Kuksianët, Shkodranët, Dibranët, Korçarët, Gjirokastritët, Labrit, që luftuan me gunë kundra grekëve. Pra, të dashur shqiptar, bëuni gati. Ne do porositëm me mira e me mira flamur, që t'i mbani në dorë. Qëllimi është që të mbahet mend një histori, se shqiptarët janë të bashkuar, janë një komp, një fe. Të takohet vëllai me vëllain që janë hasmëri për 36 vjet, që këto dy partit i kanë coptuar shqiptarët. I kanë darë familjet gruan nga burri, vëllain nga vëllain. Një fuqe me pëde, një me përse, një me lecin, një me shetan, e një me loj kategorish. Bashkoni shqiptar. Lerin i minjan mërit. As mërit që po vriten, si që vran në lejsh. Këto i ben armit ton shekullor. Jipni dorën njëri tjetrin në dit. Afroni me njëri tjetrin. Flamuri jonë Shqiponja. Shqipëria është e jona, e kufime natyror. Kur atë dit, të mblidhemi të gjithë, të ngrem një mur, si në Washington, mermer, aty dhe Skënderbeu, që na i bëjnë sërb. Aty të shkruen me Germa Floriri, emrat e patriotëve, pe shekuj, pe dekada, të shkruen dhe të viret një lule. Të vinë shqiptarët nga të 4 anë të botës. Kemi 3 milion e gjysmë, vetëm nga Shqipëria nën. 6 milion e gjysmë kemi nga të gjithë të 3 trellët. Nga Maqedonia, nga Kosova, e nga Malizi. 6 milion e ca. E janë i shqiptarë, e janë i të kini hotele, janë tuaja. Mos u mendoni se Edi Rama pushtohet e afrohet me disa që thonë jemi ambasador në Greqi, apo si disa, si vajza e presidentit. Ajo që goj punë të saja që ka probleme në përgjyqje. Nuk merë tokë njeri në tokën e Shqipore, as ka lindur dhe as do të lindi. Ate kanë shqiptarë. Poshtë të dashur shqiptarë, poshtë të gjithë, ata që u kanë vrarë, ata që u kanë vjedhur, ata që u kanë marrë pasurit tuaja, do t'i shini në burg më keq se Edi Rama, se Ilir Meta. Mua më vjen shumë keq për sëri, sepse jemi shqiptarë. Por, demin që ka berë do japi llogari njeri tjetrit. Pra, Iliri ka prapt raste të dali që nesër, të mos e dëgjoj atë avukat që ka. Gjyqtarët duhet të shikojnë atë avukat. A ka qenë burg në Itali, që thërret e përtet që shanë gjyqtarët. Të dashur shqiptar, shkruani, a e një gati shumë shpejt, do kthehem përsëri në Tiranë, edhe të mblidhemi, të mbushet ajo Tirana e tiranisë, të marrën pasurit 7 pronarët që janë në Tiranë, që si kanë marrë akoma. Të vetë kryetari i bashkisë nga pronarët që kanë qenë Tiranës, që dhe tani Tirancët s'ka patur asgjë në dorë. Shqiptarët e mi, keni vojtur. Propaganda bëhet më 4 anë. Pra, unë kthehem shumë shpejt me mision të posaçëm dhe me gjëra të rregull, si që thash, dashur shqiptar, unë nuk marr urdhër, ne japim. Unë jam Amerikan për 200-300 vjet. Stërgjysht e mi, i matë më ka vdekur në Amerikë, nëna ime në Amerikë. Pra të dashur shqiptar, unë kam dhënë gjak për tokën e bekuar të Amerikës dhe jam gati të jap gjak po t'jetë nevojë. Jam gati të jap gjak për tokën time ku unë kam lerë, që quhet e Shqiponja, krenar. Pra të shpjem amanetin e të parve, ta bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore,
ta bëjmë Shqipërinë vetëm për shqiptarët dhe asnjë për tuaj. Dhe fjalën e fundit po e them, kryeministri grek, fute bishtin dërshal dhe mos hajt në tokën e Shqipërisë, mos hajt si hajdut, që ta kam thënë, do të njaj më kej se gjyshi, ytat edhe ti në atë rrugje. Mos më sill mua në tokën e Shqipërisë, disa shalatane që vinë e përqafohen në atë tokë, nuk e ullën do të autoritetin e Amerikës, portorikanet e kushdo qoftë. Amerika i ka ligjet, ka kushtetut, ka rregull. Amerika të bën atij sta pretendja, të ngre, të bën senator, të bën ambasador, të bën president, në fund e gjet vete. Natë e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim shumë shpejt, po të ketë dojnë diçka me rëndësi mund dalë përsëri. Jam dispozicion të kombitim që quhet Shqipëria e kufijve natyrore. Natë e mirë dashur shqiptar, të them nga Amerika ditën e mirë, shqiptarët e Amerikës u erdhi dita juaj, dita që ju të këtheni, që jasteku juaj është bërë të lot. Të dashur shqiptar, natën e mirë ju shqiptarët e mi të Evropës e të Shqipërisë kudo që ndodheni, të Maqedonisë, të Kosovës. E në Kosovë, si që kam thënë, do ketë qeveri teknike. Ska rrugë dalje, po su vu ky flamuri që kam brapa shpine. Pra, e njerë, ditë e mirë shqiptarët e mi në Amerikë. Miru pafshim përsëri nesër në të njëjtën orë. Natë e mirë o shqiptarët e mi që jeni në Shqipëri.